Gjakalia në kamerë, një 7 vjeçar që ka talent, luan në disa instrumente, pra të ndryshme muzikore, që është Hektor Beqaj, 7 vjeçar, multitask. Ta dëgjojmë edhe ta shohim kronikën në vazhdim. Mangule i pyk. Unë kam me përformu këngën Playback. Hektor Beqaj është një djalë 7 vjeçar me talente të veçanta në muzikë, i cili qysh në moshë të vogël ka treguar aftësi duke krijuar ritme me këmbë dhe duar, siç tregon nëna e tij Vjosa Beqaj. Kur ka lind Hektori ka qenë një mrekulli për neve prindve, dy prindve, për arsye se e kemi prit shumë gjatë, edhe në momentin që ka ardhur me ato ndjesit shumë të mëdhaja, që e kemi prit të gjithë familja. Po ne kemi qenë mosh, edhe 3 vjet domethënë kemi prit derisa ka ardhur Hektori. Hektori ka qenë i veçantë edhe si fëmijë, për arsye se ka qenë gjithmonë fëmijë i gjallë, edhe gjithmonë domethënë ka pas vesh për muzikë. Ne kudo që kemi shku, Hektori ka gjetë mënyrën për me bë muzikë. Domethënë edhe nëse kemi qenë në restoran, Hektori ka marrë ata pipat edhe ka bë muzikë me gota, me shishe, me gjëra tjera. Nëse ka qenë shtrat i vogël, në mundësina e parë, nëse durt i ka pas diçka të nxanura, ky ka bë muzikë me këmbë, e ka ndjer ritmin qysh i vogël. Pasionin për muzikë Hektori e ka trashëguar nga xhaxha i tij, kurse tashmë ai vetë se ka një vit që ushtron me profesionistë të fushës për instrumente muzikore. Hektori nuk ka dalë i veçantë për arsye se edhe axhën e ka që mirët me muzikë, po është me muzikë tradicionale, domethënë me çiftelia, ndërsa pi familjes time gjithë anëtarët e mi, domethënë para prindët e mi, babi, axhallarët e gjanë, domethënë më të lartë, janë marrë me muzikë, me violina, me instrumente që çdo mbrëmje ata kanë bë muzikë dhe kanë bë hengje të ndryshme, po për fat keq unë nuk e kam marrë atë talent. Hektori është shumë një shembull, po kauna është më shumë e prirur te vallëzimi edhe te këndimi. Po ta shohim me kotash, se Hektori i bën muzikë ndërsa kauna vallëzon edhe këndon në shtëpi. Kudo që është bën muzikë në përshpia, ahengjet familjare, po në shkollë ende është i vogël dhe për arsye që Hektori është i paparashikueshëm, domethënë është pak problem me dalë në skenë, derisa të rritet edhe pak edhe të vedisohet se truni ndoshta e ka shumë të zhvilluar, por i rrit nëna po edhe pak. Truni ndoshta e ka shumë të zhvilluar, po sjelljet, gjestet ende është alo më fëmijëror, për arsye që ka talentet, domethënë me një fushë tjetër. Duhet edhe në skenë pak. Edhe i vogël kur e ka ti ke qenë talent punën, se edhe i alo. Të shtëpia shkoj në atë formën klasike, me ato kofat, me ato kapakat e tenxhereve, gjanave tjera, po kur ka ardhur dhe momenti që më marr për herë të parë me bateri ka qenë para një viti, kur unë përmes një kolegës shoqës kam qa halli një farë mënyrë, kam thënë Gjema dikon që më tregon që Hektori është i prirur për këtë lami, domethënë për tupana, edhe më ka sugjeruar te mësuesi Faton Aliu, i cili domethënë para një viti Hektorin e kemi marrë një muj ditë vetëm për arsye me mja bë shefin edhe me pa ku jemi, edhe më ka thënë që është shumë i talentuar edhe po vazhdojmë tash. Të instrumente don, nana? Tupana pe? Tupana. Edhe piano. Pse të pëlqen tupana? Që da pëlqen e këmëna shumë. I don shumë, apo? Dan shumë, bo, edhe papi me ka blemu. Shpi. Tarabukave tjetër kujt i bjan? Cilat instrument tjetër? Tupana. Po, tupanit kështu që është tradicional, edhe tarabukit, po edhe tupana kështu. Në përgjithësi çdo gjë që shën tingull. Unë e kënaqja kur bëj muzikë. Tash në moshën e ka për me vazhdu me kurse, se para një viti domethënë ka qenë shumë i vogël edhe nuk dëgjojke, domethënë i bike instrumenteve sipas dëshirës, se tash kemi fillu, jemi me piano edhe me tupanat. E tash të shohim, ndoshta edhe prej qershorit fillojmë dhe regjistrojmë në shkollën e shtetit, domethënë Prenk Jakova, të shohim ç'është po ecë. Domethënë ne mbështetim vetëm ta gjen veten Hektori, të zhvillohet në një aspekt, cilin ka dëshirë. Shkollën edhe studion. Të dy aspekton, ai edhe nxan si mirë?
Po, Cila është anga që të pëlqen ty? Ky i pëlqen edhe teknologjia. teknologjia. Ky shkon kurs të kompjuterave edhe aty domethënë projektet që i bën zakonisht vetëm me muzikë. Këngë domethënë i ndron, i bën ritme të ndryshme. Po, bëj unë Edhe aty. projekt me muzikë. Unë si nan kisha pas dëshirë, domethënë vetëm ku don ky, ku e nin veten mirë, ku ndjehet mirë shpirtnisht, edhe do ta ketë mbështetjen time. Nuk ka rëndësi në cilin instrument shka tek, vetëm aty ku është, le të është më i miri. Për talentin dhe për kushtimin e tij flet edhe instruktori i muzikës Faton Aliu, i cili theksoi se ai po i merr hapat e parë me shumë vullnet dhe potencial. E shoh vetën edhe e një vetën beku që kam kontakt me kësi lloj studenta fëmijë që janë qash doshëm, që deri shpoj me thonë që krejt motivin e vitit që këtë djalë ma ka do. Dikush mënet mos me besu, po jam shumë i sinqert. Pasi jam prind edhe vetë, edhe e di që do me thonë piu, edhe Hektori është shumë i mirë. Hektori është shumë i talentuar. Unë e shoh një tarme shumë të mirë të këtë djalë. Hektori mbetet një talent i ri që premton shumë për të ardhmen. Ishte ky Hektor Beqaj, një djalosh 7 vjeçar me talent goxha të theksuar në instrumente të ndryshme muzikore.